آمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Falëndërimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjitha botrave. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për njerin më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtar të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati I dashur, e lutim Allahun e madhnueshëm në këtë ditë xumaje të e bën rënd par kabul këtë namaz të cilën po do e falim inshallah. Lusim Zotin që ata të cilët janë të sëmur, Allahu të I shëron. Ata të cilët më nuk janë mesin tonë, Zoti I mëshiroft, ua boft atyre varret një kopsh nga kopshtet e xhenetit. E lusim Allahun e madhnueshëm që neve të na mbron nga azabi I varrit, të na mbron nga shoqëria e keqe, e të na ruan dhe të na mbron nga borxhet. Lusim Zotin xhamat që fëmijët e tonë të cilët shumë I duam, pra evlatët e tonë, Allahu të I ruan kudo që janë. U bofshin të hajrit për veten, për familjen dhe për shoqërinë. Lusim Zotin të ban kabul edhe këtë ditë agjerimi. Ja pra dal nga dal po vim dhe ditën e fundit. Inshallah këto dhe ditë janë ditë ibadeti, ditë veprave të mira. E të presim Bajramin pra me gëzimin më të madh që mundet me pas një besimtar. Dhe mbi gjitha xhamat, lusim Allahun që fjala jonë e fundit e dal prej kësaj bote me u kon duke thonë La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Amin. Javën e kaluar xhamat përmendëm disa pika se si besimtari duhet të jetë ambicioz, pra duhet të ketë ëndra të tija në realizimin e synimeve të tij, në realizimin e planeve dhe ideve që duhet me pas një besimtar. Përmendëm një fjali që ka thonë një psikolog me emrin Elvin Semrat, thot, ju nuk mund të arrini gjithçka për atë kohë sa nuk jeni për atë kohë sa jeni të gatshëm të paguani kostën. Nuk mundi me arrit për në jetën e juaj diçka nëse nuk jeni të gatshëm e paguajt për kostën e asaj. Prandaj përmendëm xhamat se njeriu duhet të caktoj vetes ëndra, plane e ideja, sepse gjitha këto janë falës. Me mendu Zoti e kalon falës për mua dhe për ti. Nuk na ka kushzuar me diçka, po mendove shpagim, po mendove të harxhohet diçka nga jeta jote. Prandaj përderisa Zoti e kalon të menduarit falës, atëherë pse mos më mendu, pse mos më bë projekte, ide e plane për të mirën tënde. Mirë po, përmendëm se në realizimin e ëndrave tua mos harro asnjëherë sinqeritetin dhe niyetin e pastër. Ambicia për shembull në familje. Një djalë I ri I cili dëshiron për të martohet, e të ketë fëmijë, e të ketë shtëpi, normal se ai duhet të paguaj për ambicien e tij. Çfarë bën ki tani më punon? Tani ki ka plane në jetën e tij edhe shumë gjëra ja le vetës keq për me realizu familjes e vet. Prandaj e pas ka kostën e vet, e ka pagesën e vet që duhet ta bëjmë për ai besimtar. Përmendëm rastin me Adiun me shokin e pejgamberit tonë alayhi salam. Po I them shokun sepse ai tani më pranoi Islamin, edhe çfarë bani pejgamberi I Allahut? I theu gjitha barierat e tij. I theu gjitha barierat që I kishte mes Adiut edhe pejgamberit alayhi salam.
duke ja bon ati me dije se jeta në këtë botë merr kuptim, edhe ti duhesh pra të planifikosh, edhe duhesh kesh plane në jetën tënde edhe pas shumë viteve. Ke bani që ai të kthehet në Medinë, të e pranon Islamin dhe të jetë pjesëmarrës në realizimin e synimeve që i kishte pra vetë pejgamberi i Allahut, po dhe pas vdekjes erdhën ato momente kur ai vërtet i pa ato plane të cilët i tha pejgamberi alayhis salam qish kur ishte gjallë. Atëherë si duhet të ndrojmë xhamat, si duhet të planifikojmë dhe të kemi plane e të kemi ide në jetën tonë. Hazreti Omeri thot kështu: mos e zvoglo ambicien tënde, mos zvoglo ambicien tënde, se nuk kam pa element që ngadalson burimin e çdo aktiviteti, ai i cili ka ambicie të ulta. Me fjalë tjera, mos e poshtërso veten, por japi pesh edhe vlerë jetës tënde. E ki pa xhamat, si të rish me do, s'po ban, si jam mirë. Veç ankesar një mazdarke, mushet menja këta kap me marrë dhe me qu për shembull dikon në spital se ki mo shumë i smut. Shembull, ku ta shifsh nesër ka nis me lëviz, ka nis me punu, me hec. Prandaj njëri i cili është me ambicie të ulta xhamat, ki njeri edhe në shoqëri, edhe në mahall, edhe në katum, kudo që jashtë, mushet menja se ki vërtet tamam s'pas ka këto, edhe me ja bon qarën me dal dikon edhe me shku. Prandaj, kur thot Hazreti Omeri, mos e zvoglo ambicien tënde, nuk kam pa element që e ngadalson pra burimin e çdo aktiviteti, ai i cili ka ambicie të ulta. E ambicia xhamat, përmendin psikologët janë dy lloje: natyrore dhe e fituar. Natyrore është xhamat ajo të cilën ti ta ka dhënë pra Zoti. E ki po, na shfarthojna, o filani ja ka dhënë Zoti. Zoti ja ka dhënë këta, na smujna me ja hek. E ka këta, ja ka dhënë Zoti këtë element shumë pozitiv. Mirë po, qish bëhet kjo xhamat? Si mund të arrihet deri te fituar, kur kultivohet përderisa ta ka dhënë Zoti. Nëse nuk e kultivon, nëse nuk përkujdesësh, mirë edhe me kultivimin dhe përkujdesjen e qet në aktivitet, edhe nuk e neglizhon dhe ignoron, sigurisht pra tani më kjo bëhet e fitume. Bëhet kjo tani e fitume pra. Janë disa ambicie që Zoti ja fal pra njeriut. Për shembull, Zoti filanit i ka dhënë një zonë të mirë. Qetrit i ka dhënë pra për me pas ide. Nëse ti këta e neglizhon, e ignoron, ta ka dhënë Allahu një prirje për shembull në shkenca, edhe ti këto ignoron krejt, atëherë mo ti mos unë fiton, po mbetesh ati ku je kanë. Njeriu që s'ka ambicie, jeta dhe vdekja e tij janë të barabartë. Njeriu i cili nuk ka plane, nuk ka ide, nuk ka projekte në jetën e tij për të realizuar, jeta dhe vdekja e tij është e barabartë. Si është jeta dhe vdekja e tij barabartë? Kanë thonë, nëse e kërkon askush nuk humbet. Po dhe nuk pihet askush kur nuk është i pranishëm. Kur është gjallë, kur kush nuk e kërkon hiç. Si mu koni gjallë, si mu koni i vdekur. Masi të vdese, nuk vërehet se filani pra nuk kanë mesin tonë. Ndërkaq, një njeri i cili ka pas plane, ide, këtë këto, me vdekjen e tij pra vërehet veprimtaria e tij. Sa ka qenë gjallë, ka kontribu dhe njerëzit janë orientu dhe kanë kërku këshilla dhe ide edhe për me dalë pra në vepër. Edhe si pas dallimit të ambicjeve xhamat, dallojnë edhe veprat. Na nuk mujna më konë barabart një njeri i cili ka ide, ka plane, ka projekte dhe del në realizim, me një i cili astruk në shtëpinë e vetë, dhe tani i thot ki unë jam duke bo ibadet. Ndërkaq ki i cili janë duke bo ibadet si pas ti, ka ambicie, ka mundësi, mirë po nuk punon. E që tash, edhe veprat nuk janë të barabarta.
edhe shpërblimi nuk është i barabartë. Edhe respekti dhe nderi në shoqëri nuk është i barabartë. Sepse e ka injoru vetveten, e ka neglizhu pra vetveten e tij. Prandaj, përmendin dietarët, sa më i fort imani, aq më e madhe është lumturia. Sa më i dobët imani, aq më e vogël është lumturia. A ki parasysh, këto disende pra janë të lidhura ngushtë njëra me tjetrën. Nëse dëshiron të kuptosh pra gradat e ambicjeve, do të përmendim një rast me pejgamberin tonë alayhis salam, i ka thonë Rebiut, pejgamberi i Allahut, ka thonë kërko. Ky i ka thonë kërko shoqërimin tanë në xhennet. Çfarë ambicie ki ka pas xhamat? Ka thonë unë kërkoj shoqërimin tanë në xhennet. A ka pas sahabët të cilët i kanë kërku pejgamberit tonë alayhis salam, kanë kërku veshje, kanë kërku ushqim, kanë kërku çdo seni kanë kërku. Ambicia e tij e vogël, ata e ka kërku, ndërka ç'ki ka kërku diçka të lartë. Edhe në dua neve na ka mësu pejgamberi jon alayhis salam xhamat për me pas ambicie të larta në jetën tënde. Ka thonë kur ta lutni Zotin, lutni xhenetin Firdaus. Lutë Zotin pra, kur ta lutësh Zotin, lutë për xhenetin Firdaus, xhenetin më i lartë, pastaj arshi i Allahut. Këta kur ta lutësh Zotin, kështu lutë. Ke pa do xhamat, edhe kur e lutin Zotin, mushet menja këta veç ati të hinë xhenet, kur gjatë që tërë s'po du. Jo be lutë Zotin, lutë se kiti, nëse ki ambicet larta, sigurisht i ki dëshiron pra me arrit dikon. Jo veç me pa vetën dikon që ati mu kanë. Atëherë, pejgamberi jon alayhis salam i mëson të shokët e tij se si të ëndronin edhe si të kenin ata ambicie të larta. Njëherë i ka vetë shokët e vetë, cili prej jush e ka pa xhenetin. Të gjithë kanë hesht, e kanë ullur kokën, gjalja së ti Omerit Abdullahu ka thonë, a që në kam? Me plot siguri, me plot binje ka thonë, unë i dërguri Allahut. Pastaj, pejgamberi alayhis salam, në atë moment, në atë kohë kur i ka vetë, kanë qenë disa sahabe, ka thonë, cili prej juve ka hangër për friteve të xhenetit. Gjithë kanë hesht, Abdullah ibn Omeri ka çu dorën, unë i dërguri Allahut. Pastaj ka vetë, cili prej juve ka pi ujë nga lumejt e xhenetit. Gjithë kanë hesht, Abdullah ibn Omeri, djali i Hazrat Omerit, Abdullah ka thonë, unë i dërguri Allahut. Pastaj ja kthi drejt Abdullahut. Ka thonë, o Abdullah, apo na tregon ku i ki pati këto, kur ki pi dhe kur je konti në xhennet. Ka thonë, po i dërguri Allahut. Unë e di se ti e kon në xhennet. Prandaj i kam këto ambicet larta edhe unë më kon në xhennet me ti. Thot ti ke hangër për friteve të xhennetit, edhe unë synoj me hangër për friteve të xhennetit. Ka thonë ti ki pi prej prej lumejve të xhennetit, edhe unë synoj me pi ujë prej lumejve të xhennetit. Këto aspirata xhamat të larta u ka dhënë pejgamberi jon alayhis salam pra shokëve të tij. Njeriu me ambicie të larta xhamat e ndryshon pra individin dhe shoqërinë. Njëri i cili ka aspirata, e ka synime dhe ka ide dhe plane, ai ndryshon edhe individin, edhe shoqërinë. Ka një dietar Muhammad Khidir Hussein ka thonë kështu: ambicia është ajo që e ngrit njeriun e dobët, i cili është i shtipur ose i përbuzur. Njëri i cili ka ambicie nuk pranon për të shtipet e as përbuzët asnjëherë. E bën krenar dhe fisnik. Pastaj ka thonë, ambicia e ngrit popullin nga poshtërsia edhe e liron pra njeriun nga imitimi i verbër e qeth në guxim. Çto janë ato sende që njeriu pra e shoqëron edhe e ndryshon edhe individin edhe shoqërinë. Shoqërohu me njerëz me ambicie të larta. Edhe që kjo një pikë shumë e rëndësishme xhamat, që më pëlqej një dete e këtij psikologu që i ka thonë pra, mu shoqëru
me njerëz të cilët kanë ambicie të larta. E pse xhamat? Sepse shoku shokun pra e ban që të krahasohet me gjendjen e tij. I shikon gjendjen dhe veprat e tij që i ban shoku i vet. Sepse ka thonë kështu, njerëzimi janë të krijuar për me garu, për me bon gara dhe të xhelozojnë pra. Prandaj dëshira për mu krahasu është natyrë e njeriut që nuk duhet ta mohojmë asnjëherë. Kjo nga natyra e njeriut. Filoni ka arrit dhe ti ja ki një farinati, edhe kur e ki shokun shumë ambicioz, shumë veprimtar, edhe ti ki qef pra me dal në teren edhe me bon gara me ta. Pra na qenë ka shumë me rëndësi me u shoqëru me njerëz të cilët kanë ambicie të larta. Mu largu nga çdo gjë që e zvoglon ambicien dhe e eliminon ata. Një pikë tjetër që është shumë e rëndësi. Shumë nga ne xhamat, kur them shumë nuk kam për qëllim krejt na, e harxojnë energjinë e tyre, e cila nuk ju kthehet në dobi, bile shkon edhe në damin e tyre. E si mund të jetë kjo? Vizita e shpesht e farefisit pa ndonjë qëllim fetar dhe pa ndonjë përfitim të kësaj bote. Dikush mund me thonë, e shko bon që tash, sa e lavdru me vizita e ndërsjell njoni me tjetrin, që tash na po e përmendim këtë pikën tjetër që mundet mi zvoglu ambicjet. Vizita e shpesh xhamat, pa kur një far interesi fetar, edhe as të kësaj bote që mundesh me përfitu. Deri kur kjo kalon, pastaj kalon në muhabetin e kot, në shpifje edhe në krejt. Takimi i tepërt e ban që njeri unë pra ajti humbe ambicjet. E njëjta gjotët, vizita e shpesht e shokove në shtëpi dhe dalje në për kafene e ban me arsjetim kjo të dashuris dhe vllazëris e ban që dalin bisedat të kota. E po sa shte mundur xhamat, sa shte mundur për çdo ditë mu taku me njeri unë e njëjtë. E çfarë muhabete mundesh me bon, çfarë vepra ke bon, pitje, edhe aj, edhe ti, edhe pastaj me dal ato me i bisedu. Të kush mund me thonë, na nuk mundja me nejt gjithmonë në serioz. Unë them kështu xhamat. Ashtë e vërtet se nuk mundja me nejt gjithmonë në serioz. Mirë po, ban të njerë hajgare me bon. Ama shejtoni e ban edhe të vetën. Mundesh me dal pra në bisedë të kotë, mundesh me dalë unë zot në shpifje, në biftan, në gjërat të cilët tani mo nuk i japin shije atij takimit të shpesh të cilin e ban si besimtar. Një pikë tjetër që eliminon ambicien, ndoshta edhe eliminon është përgjigje kërkesave familjare në mënyrë të plotë. Ka shumë njerëz të cilët janë të preokupuar vetëm me familjen e vet, vetëm me gruan dhe me fëmijën. Ama absolut si intereson në kur gjonë këtë dunjon qëtër heq. Si dale prej shpije, i do këtë kete huj edhe kërkan nuk e njën këtë dunjon heq. Sikur vetë mu konë familja ti me ngusht edhe kaq. Edhe këto është një defekt që muslimanët duhet të përmisojnë. Ama disarë si jetohen, po, thot unë kam dëgju një hadith, pejgamberi tonë a.s. i cili ka thonë, më i mirë për jusht, është ai i cili është më i mirë për familjen e vet. A ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Po, ka thonë. Mirë, po kjo mu angazhu, më plotësu gjitha. E pastaj kjo gjitha, po ato që të cilët janë elementare, të patjetërsueshme në rregull. Mirë, po dëshirat, kërkesat, qefat e tyre, këtë që to tani mon nuk jetë ti angazhim, e bojna një punë për shembull në katon diçka. Pse të duhet me dalë me ble tesha, duhet me dalë dikun me bon një vizit, me shku filan në restorantin, me shku atje, ku ta shifsh kimo nuk ka ko mi kushtu, bile me dalë me vizitu një të sëmur, me shku me pa, po me fatu dikun, absolut. Kepra është angazhu plotësisht, edhe nuk ka në dunjon tjetër që mundet me kejt bloku i ka dhonë qerve, absolut, vetëm follower sa i ka, vetëm qatë në shpishka i ka gruan edhe fëmijët e vetë. Një pikë tjetër xhamat, vetëm jaftimi
vetëm me atë detyrë që e ka marrë mbi supët e vetëm. Edhe kjo e eliminon sa do pak ato ambicjet. Shka i be kjo xhamat? Ashtë në rregull që na duhet kujdesemi për familjen tonë, për punën tonë, më falni, që më konë korrekt, më konë shumë i përgatitur, kjo është shumë në rregull. Mirë po, ka njerëz të cilët vetëm punën, edhe piki kanu. Mi thonë, a ban me dal pak ma tepër prej asaj pune tepër? A ban dishka na file? A dini xhamat sa e ka vlerësu Allahu na filen? Punën vullnetare? Punën vullnetare e ka vlerësu. Për shembull, unë i kam 5 vakte i kam. Ama nuk angazhona kur gjë, për shembull, për punën këtu në xhami nuk interesona. Tregon se nuk kam ambicione, po i kam 5 vakte që dojnë të bëjnë xhamati. Kjo nuk ka në rregull xhamat. Na duhet mu interesu secili me angazhimet, me prirjen që ta ka dhënë Zoti, me kontribu dhe mos mu ndal vetëm në atë pikën tënde të cilën detyrën që e ki marrë përsipër. Për shembull, ti ven prej shtëpie deri në xhami këtu. Edhe rrugës e ban një përshëndetje. Rrugës e kalon, e largon një bërllok prej rrugë, që një nafile. Hinë këto, dikush vetë ti diçka dhe ja letëson dikujt. Interesohet për një sen të informon. Ja jep numrin, që një nafile. Këto janë sende shka ti të mojnë në gjallë xhamat. Vetëm jaftimi, vetëm me detyrën që e ki, tregon se nuk ki ambicjet larta, nuk ki aspirata për me arrit më shumë. Unë e ka që edhe ubitis, s'ka ma në tonë, unë nuk muj me bo. Këshillohu me njerëz ambicioz dhe veprimtar. Kështu me rëndësi xhamat, mu këshillu e mingu ata të cilët kanë ambicje, ama janë edhe veprimtar. Që këtë t'jep vullnet për në jetën tënde. Përmendet me një rast se ka ardhur një njeri te Aristoteli. Dhe tash xhamat në dëgjoje që këtë tregim shumë motivues për ti edhe për mua dhe për secilin besimtar. Ka ardhur te Aristoteli një njeri i ka thonë, o mësues i madh, a ka vend unë të vinë në qytetin e juaj të jetoj këtu? Aristoteli i ka thonë, apo më tregon prej cilit vend ti vjen, si janë njerëzit atje? Ka thonë, dëgjo o mësues, nuk ka njerëz ma shpirt lig, janë të këqij, ata të bojnë gjitha të zezat. Ka hesht pak Aristoteli edhe i ka thonë, a di çfarë? Ka thonë, edhe këtu njerëzit janë qashtu. Edhe kja largu. Pas një kohë, dhe më thonë një periudhë kohore, ka ardhur një njeri përsërit te Aristoteli. Ka thonë, o mësues i madh, thotë unë po du me ardhur në vendin e juaj këtu me jetu. Aristoteli ka vetë, nga i vendi që vjen ti, si janë njerëzit atje. Ka thonë, ato janë shumë shpirt mirë, janë të sjellshëm, janë të ndershëm, po mos ishin disa probleme të vogla kur se kisha lishu vendin. Ka mendu pak Aristoteli, bilëm në transmetim përmendet kështu pra në librat e tia, ka buzëqesh, ka thonë, edhe këtu njerëzit janë qështu të mirë. Edhe ashtë largu, edhe nxënësat që i ka pas për rreth i ka thonë, shka ishte puna me ata që për një kohë, çfarë i thove ati se këtu, edhe këtu janë njerëzit e këqij, këti pithu edhe këtu janë njerëzit e mirë. I ka thonë, o bitë e mi, o nxënësat e mi, ki njeri i cili erdhë, thot, aje po gjendjen e vetë pra në vetën e ti. Ai mendoj që shash vetë. Edhe ki njeri i ligë, edhe këtu me ardhë, kam i gjetë po ato njerëz të ligë. Ndërka që ai cili erdhë me ato idet mira për njerëzit ku jeton të atje, edhe këtu kam i gjetë pra njerëzit e mirë. Edhe këtu kam i gjetë njerëzit e mirë. Prandaj, secili ka folë për ata që she ka pa vetën. Pra njeriu, shumicën e rasteve, kur të nise me folë, e she vetën të qetri.
Edhe u kri kjo punë xhamat. Njerëzit janë të fokusuar në disa me pa vetëm vetëm errësirë shofin, edhe kimo nuk e shet dritën, absolut, nuk e shet dritën. Ndërkaq ka njerëz të cilët edhe kur janë në errësirë, mundohen pra të e gjejnë dritën, edhe kështu ata kanë qef me jetu. Prandaj njeriu duhet me pa bardh xhamat, duhet me pa mirë ai i cili vërtet pra ka ambicie të larta. Atëherë si përfundim në xhamat, e asaj çfarë tham deri tash. Ambiciozi njeriu i cili ka aspirata të larta, ai tregon nga shenjat e tij. Cila është e para? Keqardhja e madhe për ditët që i kanë kaluar. Vërtet ka vepru, ka bë, mirë po i vjen keq për ato ditë që i kanë kaluar, si se ka dhënë hakun asaj dite. Brendat e shumta dhe dhimbje e madhe për gjendjen e muslimanëve. Kur e sheh pra ki mërzitet fort pse mu kanë muslimanët deri në deregje dhe mundohet të përmirëson për gjendjen e tyre. Kur sheh mirë, njëri ambicioz pra mundohet edhe më mirë me bon. Mu këshillu pa ndal, gjithmonë pra mu mundu me dhonë zgjidhje dhe dhënjat propozimeve të mira. Sepse kjo pra i ban besimtarin krenar. Njeri ambicioz pra duhet të vazhdoj me veprat e tija pa ndërpre asnjëherë. Njeri i cili ka ambicie, ai nuk ndërpre veprimtarinë e tij kur hiç. Saqë me një hadith ka thonë pejgamberi alayhis salam, vepra më e dashur tek Allahu është ajo e cila është e vazhdueshme edhe nëse është pak. Kjo është njëri i cili ka ambicie të larta. Ke pa disa kur nisin me bën një punë e ban edhe më me kaçele më. E kput pse s'ka më. S'po muj me me bë, unë s'po muj me punu se ki po ma ban një zez, ki po më punon ma shpine, ki ka dhe një diçka do një plan edhe kejt qërë, kejt duhet më konë këshim, veç unë duhet më konë i mirë. Kjo është njëri që nuk ka ambicie xhamat. Ndërka që duhesh me mendu se një punë e vazhdueshme, edhe nëse është pak, është me mirë tek Zoti xhamat. Ky besimtar pra vërtet dëshiron me përmirësu pra gjendjen e besimtarëve. Edhe fundi xhamat, jemi në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Këtu është finalja e jonë xhamat. Këtu është finalja e jonë. Këtu duhet të jenë ambicet e tona shumë të larta në krahasë me 20 ditët e fundit. Prej pra kemi hinë edhe ditën e fundit. Edhe kur është finalja, çfarë përgatitje ban xhamat. Ai i cili ka një ekip, ai përgatitet edhe psikikisht, edhe fizikisht, edhe shpirtërisht, pse ai sinon pra me marr kupën, edhe fillon ka për qëllim pra vendin e parë. E na duhet na mendojna me që jemi në 10 ditën e fundit, 10 ditën e fundit. Mu kon maksimum xhamat. Kur e përmendi mu kon maksimum, mendoja atë 100 metërshin kur ngasin ata as për 10 sekonda ka qef me mrinja ti. Edhe na me mendu se ndoshta kjo është finalja jonë e fundit. E mrina në vitin e arshëm dhe finaljen e arshme të Ramazanit, Zoti e din mas mirti. Po sikur tjetë kjo finalja jonë e fundit, edhe merr fund karriera jote. Ke pa ata sportistat të cilët marrin edhe kanë aktivitete edhe kanë suksese, ai ka qef sa ma shumë pra me marr kupa, sa ma shumë me pas finale, sa ma shumë me marr medalje tarta, kejtë që ta i ka për synim. Edhe kur ta përfundoi karrierën, ati shkruan pra, që ka shampion ka marrë vendin e parë, ka marrë vendin e parë aty, ka marrë medalje, ka thirrë rekorde, krejt që ta, karriera e tij përfundon pra me diçka shumë të bukur edhe shumë të madhe, edhe shumë të mrekullueshme. E na jemi edhe ditën e fundit xhamat. Dhe tani unë edhe ti duhet përkushtohemi sa më shumë në ibadet. Me ardh në xhami, me fal namazin e taravihit. Nëse kemi qenë pak më të hutum, pak më të lodhur 20 ditën e fundit, pjesëmarrja jonë duhet jetë shumë e madhe dhe ditën e fundit në xhami xhamat. Për të 10 ditën e fundit mendoje për një sadaka e jotja dhe e njemja mu shpërblim ma shumë se 83 vjesë kur jep sadaka. Një stigfar i joti që e ban tek Zoti me të shpërbli se kur ban ma shumë se 83 vjetë pra i stigfar.
Një vizit që ja bën një miku tanë për i Zotit, një dikant që e viziton, me ta shpërbli Zotin ma shumë se talë të 3 vetë që mund është me bon pra një jetën tënde. Me fjarë qera, xhamat, me fjarë qera, mundohu në çdo mundësi që ta ka dhënë Zoti, këtë 10 ditëshin e fundit pra me kalu sa ma shumë me vepra të mira. Se cili si pas mundësive që mundët mi pas xhamat. Ai cili nuk di me lexu Kur'an, ai ka me arë me ngu Kur'an. Që këta mundët me bo xhamat. Ai cili Zoti të ka dhënë pasurin me dhënë sadakën, e me dhënë zeqatin mujnë e Ramazanit. Qetri cili i përkushtohet dhikri, sa ma shumë pra me bo dhikr, me përmend Zotin, me kërku falje Zotit, me fjarë qera, mundësia jote në maksimum duhet shfrytëzohet pra 10 ditëshin e fundit. Jemi në 10 ditëshin finale xhamat. Këtë finale duhet të kurorëzojmë inshallah ditën e Bajramit, kur të vinë këtu me falë Bajramin, dhe të në ti ki me pa vetën, e shfar kënatësia na qenë ka ki muj Ramazanit. Nëse ju kujtohet, në gjumon e parë thash kështu, Ramazanin i kemi kalu mirë vitin e kalu. Mundohu xhamat këtë muj të Ramazanit me kalu hala ma mirë se Ramazani i kalu. Kështu e përjeton në Ramazanin. E pastaj me planifiku 11 muj të arshëm, me pas po këto ambicje, po këto po dëshirat larta, me arrit pra qëllimit, bit gjitha xhamat me fitu kënaqësinë e Zotit. Për fund, lusim Allahun për xhamat, të e ban kabull këtë dita xherimi, ditët që po vinë Zoti i bot letë për neve. Allahu i pranoft lutjet e tona të secilit besimtar, secili kush që ka një dert, që ka një gëzim për realizimin e duave të tij nga ana e Zotit, Allahu i pranoft gjitha ato lutje. Zoti gjithve në farë dhe në mëshiroft. Allahu inshallah në bashkoft në xhenet, mu ashtu si që mi bashku pra në këtë xhamit Zotit. Lillahi el-Fatiha.